sinqerisht më këshort morën qytetemin me qelë dyrt, dikush prej nivelit të qendruar, morë Donika Gërvolla dhe Jona Miholja, Nezër Kroku, morë me qelë dyrt e qytetarëve të mi, se kum bën e goren për morë rrit në emër dikuj. Unë e kum bën goren me kauz të poster në vlerat të qytetit tem, me dashni për qytetin tem. A jeni bo ju në Mitrovic krejt bashk kundër njeriu të vetëm kundër Faton Pecit? Jo, ai për kontrazi ka qenë bashk me ma shumë kundër meje, se kanë qenë 3 subjekte në fillim. Mitrovic ne jemi bo bashk për qytetin, nuk jemi bo bashk kundër kërkuj, ne jemi bashk, jemi në Mitrovic për qytetin, për zhvillimin ekonomik lokal, për perspektiven e qytetit Mitrovicës, për familjet, për qytetarët e ndershëm atje, jemi bo bashk me burra e gra e personalitete e qytetarë të respektuar që dojnë Mitrovicën, që besojnë tek on, besojnë tek auza ju në përbashkët, besojnë tek plan programi ju në përbashkët dhe besojnë tek e ardhmja krenore që do ta ndërtojmë bashkërisht në qytetin tonë. A mund të ndikojë në votë lidhja e këtyre koalicioneve, të cilat i keni bërë? Sigurisht që ndikon edhe në votë dhe do të ndikon votë pozitivisht të bashkimi jonë në qëllimin tonë përbashkët dhe kjo do të dëshmohet nesër përmes votës të lirë që do të votojnë qytetarët e Mitrovicës. Ju disa herë thatë që ka dhe votues të vetëvendosjes që ju votojnë. Qysh po e lidh këtë? Ku bazuar në deklaratat, ku i ketë bazuar këto? I kam bazuar në të bimet që vinë, i kam bazuar në postimet e tyre që i bojnë, i kam bazuar në deklaratat e tyre që i japin, i kam bazuar në pritjen e atyre që ma bojnë, unë jam takuar me mira votues të Albin Kurtit dhe më thojnë, Arjan, në komunë jena me ty, edhe nesër kena më të mbështet ty, se ti do të me fitu në Mitrovic. Kur vinë zgjedhjet nacionale jam Albinin. Jo me qindra, me mira, po ata e shprehin vetë, edhe është mirë që është ky nivel i qytetarisë, që qytetari e shpreh hapun, bindjen dhe percepcionin e tij politik. Në nivel qendror, po veç mos me haru që Albini është shpesh në Mitrovic dhe normalisht është dubo betej për kandidatin e vetë, për Faton Pecin. Dhe çështja e Mitrovicës apo komuna e Mitrovicës për të është jetike. Si mundet qytetari i Mitrovicës, çush mundën Mitrovicalit me ndaqje të votë në nivel lokal me nivel qendror? Ka dallim normal zgjedhjet lokale dhe zgjedhjet nacionale. Dhe qytetarët e Mitrovicës këtë dallim e dinë, e ndjejnë, e prekun sakt. Pra është e thjesht, po ka shumë ditëve të fundit ka pas shumë lëvizje të gjipave të zi, të personalitete e figurave, që enormi ja qelë dyrt kundër kandidatit në për biznese, në për shtëpi, në për logje, mu më këshortë morë, sinqerisht më këshortë morë në qytetemin me qelë dyrt, dikush prej nivelit të qendruar, morë Donika Gërvolla dhe Jona Miholja, Nezër Kroku, morë me qelë dyrt e qytetarëve të mi. Janë bashkëpartijak normalisht? Në qytetemin unë ja kësha qelë dyrt. Ju morë me qelë dyrt. Edhe morë këta me ju tregu qytetarëve të Mitrovicës që unë jem burri mirë. Duhet me mbështet. Pro morëm këshordë, sinqerisht, unë i kam hapë dyrt në secilën lagje e në secilën pjesë qytetit, veç me njerëz të Mitrovicës. Dhe kam qenë krejt rrugën time veç me njerëz të Mitrovicës. Nuk më ka vy muas në personalitet se kum bo në goren për mo rrit në emër dikuj. Unë e kum bo goren me kauz të poster në vlerat të qytetit tem, me dashni për qytetin tem, dhe me njerëz qytetit tem me cilët menej me jetu, menej me punu, dhe menej me u plak aty, me ta, të e rrit respektin, të e rrit mitësin, dhe me angazhem e fokus çka mundu me bo ma mirë për këtë vend, për këtë qytet, dhe qysh munde me familjet me mbështet, me i respektu dhe dignitetin e krenarinë e veçantë që kanë ata qytetore që ka i qytet, me e forcu sa ma shumë që mundemi bashkarisht. Pro, këtu e në ato dallimet, po qytetarët e Mitrovicës pavarësisht presioneve, tensioneve, nesër, sepse vazhdimsi kanë tregu se nuk mundet me shantazhu, nuk mundet me bo presion kërkosh.